Kanë kaluar vetëm 2 ditë pas nisjes së spektaklit të madh të Big Brother VIP Kosova edicioni 4, te ku vetë se ka filluar me u komentu goxha shumë nga publiku. Diçka që po lexoj shumë në komente është se publikut banorët nuk po i duken edhe shumë interesant, pra nuk është që po mundem me u përshtatë se është shumë herët, edhe nuk po kanë shpresë se mundet me u pëlqy kjo sezon e 4, por unë mendoj që në fillim në çdo edicion ka pas kësi lloj komente edhe pas disa dite, pas jave, pas një muaji, vetë se janë familiarizu pra publiku me banorët që kanë hy. Po, diçka tjetër që më ka rënë sy është se në çdo postim të Bigut ende ka komente për një banor. Ka komente për fituesin e Big Brother VIP Albania për gjestin, ku rrugtimin e tij e nisi në Big të Kosovës. Pra, publiku ende nuk po don me pranu që jo vetë gjesti, po krejt kasti i Bigut të edicionit të tretë, po edhe të dytit nuk janë më në show, sepse aq shumë i kanë pëlqyer edhe aq shumë kanë hyrë kështu në memorit e tyre, sa që nuk po dojnë pranu këta banorët e rinj. Vlen me cek patjetër që gjesti vetë se ka lanë shumë gjurmë gjatë rrugtimit të tij në Big Brother, pasi veç me fillim kështu të Bigut, ai ka bo shumë lojra, i ka pas kështu çdo fazë që ka kalu edhe unë mendoj që ndoshta jo vetëm këtë sezon, po edhe në edicionin tjetër, edhe në Shqipëni sa që fillon, gjesti ka me u përmend edhe nuk duhet mu çudi që përmendet. Diçka tjetër që vendosa me komentu është se një banor e la shtëpinë, rrugtimi i tij zgjati vetëm 2 ditë, Mentor Aziri hyri të hënën në shtëpi dhe la Big Brother për arsye personale, ku shumë komente shprehen keqardhje për të, për disa edhe u gëzuar, pasi thënë që mentori nuk është në nivel me ata banor, pra që vetë se hynë në shtëpi. To banorët që po bëjnë më së shumti zhurmë në këto 3 ditë që ka fillu Bigu, një ndër ta është Edi, ndoshta personi më i njohur me thonë kështu, pasi ka qenë edhe në Bigun e tretë, rrugtimi i tij nuk ishte edhe aq i mirë, por unë mendoj duke pas edhe Edin, po na lën kështu me u familiarizu më shumë me Bigun. Unë mendoj që nuk do të ketë Edi fort ndryshim me krahasu me edicionin e kaluar, pasi si tip është tip që reagon shpejt në situata, bjen provokime lehtë. Unë mendoj që ai ka ikrit me mendimin që tash ko me kanë më i fort, edhe pak mundet me provu, me kopju lojën e Gjestit, sepse ka shumë vështirë, pasi Gjesti lojën e tij ka pas durim, Edi nuk e ka këtë gjë. Po i pa çdo video që po thotë që unë rri pa gjumë, unë nuk flej, po mundohet pra me kopju pak lojën e tij, po unë nuk mendoj që do t'i ecë gjatë. Një banore tjetër që ka bo shumë zhurmë këto 2 ditë është edhe Alba, e cila nuk është çudi sepse ajo veç u mësu me reality show, ku ishte edhe në firma VIP, e cila doli nga loja edhe u komentu ma shumë si viktim. Pra e mori atë famën edhe ato komentet e mira pak kështu si viktim për shkak të edhe të lidhjes që e pat me Limin. Por nuk e di, në Bigu i dëm personazhe që bojnë zhurmë edhe për fillim mundet me qenë mirë, varet sa e mban mandej. Tjetër, dikush që u komentu shumë ka edhe shkurta, ku unë mendoj që është një tip fix për reality show, ku është shumë reale, nuk janin me thonë mendimin e saj, edhe unë mendoj që kemi me pa goxha shumë nga ajo. Edhe shumë banor të tjerë ka që kanë bo zhurmë patjetër, po unë mendoj që shumicës prej banorëve pra i mungon oratoria edhe nuk janë lojtarë cekët, nuk është që mendojnë larg ose mendojnë taman me pas një plan për me lujt këtë lojë. E më shumë se banorët që kanë hy, dikush që u komentu te i mase është edhe jo pjesëmarrja e teologës Iqbale Udutit, ku ajo veç se kish pranu me marrë pjesë në Big, por po atë ditë burri i saj ka pas probleme shëndetësore dhe nuk ka mujt me hy, e ajo sot e ka bo edhe një reagim në rrjetin social Facebook, ku ka thonë se burri i saj, pra ka pas shumë komente që ndoshta burri i saj nuk e ka leju me Big, por kjo i demantoi ato duke thonë se burri i vetë e kishte përkrah fuqishëm në këtë sfidë edhe në misionin e saj, mirë po sipas saj në 3 ditët e fundit gjendja e tij është rënduar si pasojë e sëmundjes së Parkinsonit. Ai në postimin e saj e dha edhe një mesazh pak çuditshëm për mendimin tim, ku kërkoi që na me u lut për banorët që të vedisohen. Ajo thotë kështu: askush nuk ju detyron të shikoni këtë program, por ju që shikoni në vend se të poshtroni, më mirë bëni lutje që këta banor të vedisohen për të mirat që kanë, të bendohen dhe të kthehen në rrugë humane dhe morale. Ama unë s'e kuptoj se Iqballi pat me hy brenda po me ata banor.
Po, disa lajme tjera që po qarkullojnë është se Iqballi mundet me hyjtë të premten në Bek, edhe pse nuk është as e konfirmuar, por disa komente thonë që mundet me lanë këtë hyrjen e saj me bo kështu ma të veçantë. E ju shikues të dashur, tregoni në komente se si po i shihni këta banor të rinj edhe kush ndoshta ju ka lënë bresa më shumë.